Të nderuar xhamatli, e falenderojmë Allahun Zotin tonë. Ato e falenderojmë prej Tij falje, udhëzim, mëshirë, rahmet, mirësi e begati kërkojmë. Dërgojmë selavatë dhe selamet tona më të sinqerta pejgamberëve të Zotit Xhelleshanuhu në përgjithësi dhe në veçanti, vulës së krejt pejgamberëve, më të dashurit të Allahut Xhelleshanuhu, krijesës më të ndritur dhe më të pastërt që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës. Ai pa fije dyshimi është Muhamedi, paqja, mëshira, rahmeti, mirësitë dhe begatitë e Zotit Xhelleshanuhu qofshin mbi të dhe mbi të gjithë ne besimtarëve musliman që me shumë krenari dhe me përultësinë më të madhe e pasojmë dhe ndjekim rrugën, traditën, sunetin e pejgamberit alayhi salatu vesselam deri atëherë ku Allahu te bareke ve teala, krijuesi jonë dhe i gjithësisë, ka përcaktuar për ne që të mos ketë ditë më. Vëllezër besimtar, edhe sot në hijen e kësaj dite të madhe dhe në kulmin e kësaj shkolle shtëpie të Zotit Xhelleshanuhu, duke qenë fort krenar dhe të lumtur që jemi musafirët e Allahut Xhelleshanuhu, në këtë ditë të madhe të xumas, festa e javës për besimtar, që nuk le ndilli në një ditë më të madhe se dita e xumas brenda një jave. Do të shohim diçka mbi një vërtet tjetër të pejgamberit tonë alayhi salatu vesselam, të cilin patjetër e kemi dhe duhet ta kemi dhe do ta kemi shembull dhe yrnek në jetën tona në të gjitha aspektet e jetës. Kudo që gjindemi, nga do që shkojmë, kudo që jemi, yrnek, shembull më të mirë se pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk kemi pas dhe nuk do të kemi. Andaj, sot do të shohim mbi mirësinë dhe mirësjelljen me të tjerët, që ishte një vërtet i madh dhe i pashembullt i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, e i cili nuk është vetëm të përmbushen ligjëratat caktuara, apo vetëm të lexohen e të shkruhen libra të caktuara, por kanë qenë shembuj që ne ti pasojmë ato, ne ti zbatojmë ato, ne ti praktikojmë ato në të gjitha sferat e jetës, kudo që valët e jetës, dallët e jetës na përplasin, na qesin që t'jetojmë. Në cilin do profesion, në cilin do mision, kudo që jemi dhe kudo që frymojmë, të frymojmë si shqiptar musliman, si besimtar të sinqert të Zotit Xhelle Xhelaluhu ve Xhelleshanuhu mbi këto dy parime të shejta, dhe Allahu Xhelle Xhelaluhu ve Xhelleshanuhu na është drejtuar duke na thënë në surën An-Nisa, ajeti 36, pejgamberit alayhi salatu vesselam si vërtet të madh. Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu lin-nasi husna. U thoni njerëzve fjalët më të mira. Thuaj një njerëzve fjalët më të ëmbla, më të ndershme dhe më të mira. Dhe gjithashtu Allahu Xhelle Xhelaluhu ve Xhelleshanuhu në surën Ali Imran ajeti 159 na është drejtuar duke na thënë Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka ala hulukin azim. Pra po i thot pejgamberit alayhi salatu vesselam, ti Muhammed vërtet je në shkollën më të lartë të moralit, në shkollën më të lartë të sjelljes, dhe kjo shkollë e lartë e sjelljes dhe e moralit të jetë shembull për ne gjatë gjithë jetës dhe kudo që ne frymojmë dhe jetojmë. Gjithashtu Allahu Xhelle Xhelaluhu ve Xhelleshanuhu dhe me këshilla tjera në lidhje me këtë temë na është drejtuar duke na thonë në surën Al-Bekare ajeti 83, mëshira e Allahut të bëri ty të jesh i butë ndaj atyre. Po të ishe i ashpër e i vrazhd, ata do të largoheshin prej teje. Pra, po i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu te bareke wa taala, mëshira e Zotit ty të bëri që ti të jesh i butë, i sjellshëm, i ndershëm, i mirë, i qetë ndaj njerëzve. Po t'ishe në të kundërtën e kësaj, po t'ishe i ashpër, po t'ishe i egër, po t'ishe largus,
sikur nga njëherë që ndodh ne me konë dhe fatkeqësisht kajherë ka raste edhe kur e arsyetojmë me islam, fatkeqësisht e arsyetojmë me iman, me nivel të lartë të imanit, ashpërsinë, egërsinë, largësinë, ftoftësinë prej të tjerëve. Mendojmë që sa ma i ftoft, sa ma i largum, sa ma i distancum prej të tjerëve, aq më i ngritur, aq më i afër Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu jemi. Jo në të kundërtën e kësaj. Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu po i thot me Muhammed Mustafa alayhi salatu vesselam, e përmes atij na edhe neve të gjithëve deri në kiamet, se butësia që ta fali Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu, afërsia jote dhe zemërgjërsia jote me të tjerët, të bani ty të pranueshëm për njerëzit, të bani ty të butë, zbuti zemra të egra, siç ishte edhe zemra e njënit prej shokëve më të sinqert tani të Muhammed Mustafa alayhi salatu vesselam, siç ishte Omeri i Madh. Ne e kemi njoftë dhe e kemi ditë historikun e tij, arrogancën e tij, egërsinë e tij, që pat shok të atill që thanë, ma përpora një kafsh zbutet, edhe e pranon islamin, edhe e pranon ato që ka thret Muhamedi, se so Omeri. Po çka? Zemërbutësia, butësia e pejgamberit alayhi salatu vesselam, sjellja e butë e tij, afërsia e tij me të tjerët, e zbuti edhe një zemër aq tegër, aq të vrazhd, aq shumë të rond, siç ishte edhe zemra e Omerit. Dhe gjithashtu Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu në vazhdim në surën El-Fussilat po thot: silluni mirë me prindrit dhe vazhdoni sjelljen e mirë edhe me të tjerët. Pra Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu na është drejtuar duke na thonë: besojeni Allahun, të dërguarin e tij dhe silluni mirë me prindrit. Dhe mas sjelljes së mirë me prindrit, të silluni mirë edhe me familjarët, edhe me të afërmit, edhe me komshiun e afërt, edhe me familjarin e largët, dhe me të gjithë që na sprovon jeta për të jetuar dhe për bashkë të jetuar, edhe për të nda momentin, kohën, vendin, ditën, muajin, javën, vitin, jetën e kështu me radhë. Gjithashtu Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu po thot: kthejeni të keqen me atë që është më e mira e mundshme që mund ta bani ju. Pra, edhe javën e kaluar e tham, nëse eventualisht ndonjëherë na vije shanca dhe mundësia që të keqen e dikujt me e kthye me të keq, nëse kena mundësi, mos të kthejna me të keq, të kthejna me të mirë. Ky është Islami i ndritur, ky është Islami i ngritur. Kështu na thret Kur'ani, kështu na thret Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu, sepse nëse ne vazhdojmë të keqen me kthye me të keq, a jemi dëshmitar të asaj se disa familje, edhe më gjerë në përbot, po sidomos në disa tradita tona shqiptare, ende vazhdojnë të jenë në kthjetrat e belave të ndryshme, të cilat janë trashëgu me vite e vitet e tona. Pse ka ndodhur kjo? Veç duke e kthy të keqen me të keq. Veç duke e kthy të keqen me të keq. Veç duke u nis prej atij parimi se gjoku lohet me gjak, edhe mule me dol fora dhe mu faru i madh dhe i vogël, ka 10-15 njerëz për një familje, e ka 10-15 për familjes tjetër, duke e vron njëri tjetrin, e duke u hakmor ndaj njëri tjetrit, e duke e kthy të keqen me të keq ndaj njëri tjetrit. E Allahu xhelle shanuhu po thotë: ju, nëse keni mundësi, e ju japet mundësia me kthye veprën, edhe nëse dikush ja ka bënë të keqe, ktheja me të mirë.
E pejgamberi alayhi salatu wassalam po thot: "Wa inna ma bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq." Pejgamberi alayhi salatu wassalam po thot: "Un jam dërguar vërtet për përsosjen e virtyteve të moralit, virtyteve të sjelljeve, virtyteve të mirësive dhe të butësive në mesin e njerëzve." Dhe shembulli i tij ka bo, si që thamë më herët, me zbutë dhe zemra, që s'kan menu njerëzit që kanë me u zbutë nëjherë, që s'kan menu njerëzit që kanë me depërtu nëjherë. E që ajo sjellje e mirë dhe që ajo butësi e mirë, ka bo që fjolla e Allahut xhalleshanuhu dhe fjollet e tina, sot me mrije edhe këtu të na, edhe në konë botës, në 4 onë të globit, me mri fjala e Zotit xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu, me lulzu fjala e Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu. Dhe gjithashtu në tjetrin hadith që sjell Buhariu dhe Muslimi, po thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, më i miri për ju është ai i cili si e ka sjelljen më të mirë. Pra a don dikush me e ditë a është më i miri dhe cili është më i miri? Pejgamberi alayhi salam po thot, është ai i cili sjelljen e ka më të mirë. Nuk po thot as për praktikat që i bojmë na, as ai që bën shumë namaza, sjellja, sejdja, agjeremas, kur gjë. Mas pori po thot ai që sjelljen e ka të mirë. E ai që sillet mirë, ai që sillet but, ai që ka butësi në shpirt dhe në zemër, ai patjetër ko me njoft Zotin e vet, ai patjetër ko me adhuru Allahun e vet, ai patjetër ko me nënshtrue Zotit të vet. Gjithashtu edhe në një hadith tjetër që na i sjell Tirmidhiu, pejgamberi alayhi salatu wassalam po thot, besimtari më i plot në besim është ai që ka sjelljen më të mirë. Në një tjetër hadith porosit pejgamberit alayhi salatu wassalam, që gjithashtu na i sjell për ne Tirmidhiu, po thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, s'ka gjë që është më rënd në peshojën e besimtarit në ditën e gjykimit se sjellja e mirë. Pra nuk peshon as gjama rënd në peshoj nesër kur do të dalim para Allahut dhe do të na peshohen veprat tona se sa sjellja e mirë. Pra sjellja e mirë është vepra më e rënda që më shumë ti na shërben, që më shumë ti rëndon në peshojën e veprave të mira në ditën e gjykimit para Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu. Allahu është i butë dhe e don butësinë, po thot gjithashtu në një tjetër hadith Muslimi që na i sjell nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pra po thot butësia është cilësi e Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu. Prandaj Zoti e don shumë, e don kaq shumë butësien. Prandaj Zoti e kërkon kaq shumë butësinë. Prandaj Zoti ja mbolli në zemrën, në mendjen edhe në shpirtin e njeriu më të dashur, më të ngritur të tina dhe të njerëzimit, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, butësien sepse është edhe cilësi e Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu, për të cilën po na njofton pra pejgamberi alayhi salatu wassalam, po thot vërtet Allahu është i butë dhe e don butësi. E lutim Allahun te bareke ve taala. Na pajis Allahu xhelleshanuhu me këtë vërtet edhe me këtë cilësi kaq të mirë, e cila vërtet po na mungon, e cila vërtet po na mungesa e të cilës po na bën që ne të reflektojmë keq të tjerët, e duke reflektuar na keq të tjerët, tani po e reflektojmë edhe ato çka na e posedojmë keq të tjerët. Qoftë në aspektin fetar apo qoftë edhe në aspektin kombëtar. Nuk i ka hije një muslimanit shqiptar me kon i vrazhd. Nuk i ka hije një muslimanit shqiptar mos me pas këtë vërtet, këtë cilësi kaq dashne të Zotit xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu, që është butësia
sjellja e mirë dhe afërsia me të tjerët dhe me njerëzit. Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu na i zbut zemrat, mendjet edhe shpirtat tonë, na i fal këtë cilësi kaq të madhe dhe kaq të ëmbël e kaq të mirë, e cila vërtet po na mungon dhe e cila në mungesën e të cilës ne me të vërtet po dhom pasqyrë, jo të mirë, jo reale, jo të drejtë, edhe për fenë tonë, edhe për Kur'anin, edhe për Islamin, edhe për Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, që kemi yrnek, e kemi shembullin më të mirë për jetën tonë, po edhe për traditat tona, edhe për kombin tonë, edhe për